Quhem Sokrat Ekonomi, kryej detyrën e kryetarit të organizatës kombëtare për dëshmorët e luftës antifashiste nacional shqiptare dhe dëshmorët e tjerë të Aldeut, Dega Fier. Numri i dëshmorëve në rrethin e Fierit, në ish rrethin e Fierit, është afërsisht 530, për të cilët një amanet të vjetër nga paraardhësit duhej shkruar. Ishte shkruar, jo se jo, unë për një kohë shumë të gjatë, 15-16 vjetësh, grumbullova materiale nga dorë, nga shtypi përgjithshëm, por sidomos nga materialet e shkruara nga shokët dhe vëllezërit, familjarët e dëshmorëve. Po në shtypin e përditshëm të viteve, në 45-50, kanë shkruar shumë veteran se si ju është vrarë shoku i tyre. Pikërisht ato janë mbledhur dhe janë botuar në këtë libër, që unë kam titulluar Yjet e lirisë, jetë shkrimet e dëshmorëve të gjithë këtyre. Këto janë edhe me fotografi për secilin dëshmor. Veprimtaritë tona janë bërë kryesisht në vend ngjarje, atje ku ka rënë dëshmori, në oborre ose pranë lapidarëve, domosdo edhe në varrezat e dëshmorëve të Aldeut që i kemi në Fier. Kënaqësia më e madhe është kur këto veprimtari bëhen në shkollë, sepse atje kemi një numër të madh nxënësish, duke filluar nga ata fëmijët e vegjël e deri të veshur me uniforma. Na kanë lënë mbresa, mua jam vetë mësues, por më kanë lënë mbresa, sidomos puna, kënga, bashkëpunimi me fëmijët, me drejtorinë e shkollës dhe mësuesët. E theksoj që nuk ka veprimtari tonën që deputetët e Fierit të mungojnë. Dhe ata na kanë mbështetur dhe flasin për herë në dobi të punës kësaj. Lufta antifashiste nacional shqiptare është një nga luftat më të lavdishme të popullit shqiptar. Sot kanë dalë pinjollët e atyre kolaboracionistëve, të cilët bashkëpunuan me nazi-fashizmin dhe vjellin vrerë. Unë kam xhaxhan dëshmor dhe di mirë shumë se si ishte vrarë ai, se ç'kan bërë ballistët. Dhe ata thonë që unë jam i përndjekur, janë këtu. Ata janë tamam kriminal. Por si mund të qesh xhaxhan tim kriminal? Si mund të qesh Liri Gerron kriminale? Si mund të qesh Andon Xhoxhën kriminale? Si mund të qesh kryetarin e Këshillit Antifashist Nacional të çlimtar të zonës së Cakranit kriminal? Këtu fus edhe të gjithë komandantët e njësive partizane atë ko. Andon Profka, komisari batalionit partizan Semani, dëshmori Aldeut. Pse është kriminal? Rakip Kryeziu, dëshmori Aldeut. Janë shumë. Kjo është një padrejësi e madhe. E kam mbështetur dhe e mbështes, madje dhe konferenca jonë bëri kërkesa dhe e nisim edhe kuvendit që u tha edhe këtu sot, që Instituti Gjoja për luftën kundër krimeve të komunizmit, nga 45-a e kështu e ka emërtimin, ka në krye disa tamam pjellë e atyre ballistëve të djeshëm, atyre kriminalëve të djeshëm, dhe quajnë, duan të lajnë vetveten, kriminal partizanët, dëshmorët, duan të quajnë kriminal komandantët, duke filluar nga komandanti i përgjithshëm i Shtetit Nacional Shqiptare e me radhë. Kjo nuk qëndron. Mbështes kërkesën që u shtathe sot, që të krijohet një institut me historian, me shkencëtar, të cilët të mbledhin të dëdhenat kudo, në çdo arkiv shtetëror që mund të jetë në Fier, madje edhe të vetë atyre humbësve, të fashistëve, të nazistëve, të bashkëpunëtorëve të koalicionit të madh sovjetër-amerikan, donë që në arkivat e tyre kanë të gjitha të dhënat dhe mbi bazën e tyre të bëhet historia e Shqipërisë. Unë
jam vetë mësus dhe mësus i historisë. E kam dirë vetë ngusht në shumë raste, kur kam dhënë historinë e Shqipërisë, jam bërë me mecë. Nuk kam folur, sepse e vërteta nuk është ajo që shkruhet simbas të dhënave të këtyre njerëzve, se s'duhet përdor një fjalë tjetër, që kam përgatitur ato. Njëherë një kohë librat miratoshin në ministrinë që kishte një institut posaçëm për përgatitjen e librave. Ky ishte si thosh, me njerëz, pedagog, historian, të njohë që njihnin mirë historinë dhe që shkruanin të vërtetën dokumentar.